Menduam që këtë herë fushatën kundërdhunës me bazë gjinore dhe kundërndaj grave ta fillonim me fokusimin në martesat e hershme. Ndonë se Shqipëria në kuadrin rajonal mund të mos jetë vendi me numrin më të lartë të martesave të hershme, është fakt që 11% e vajzave dhe grave 20 deri në 49 vjeç janë të martuara përpara moshës 18 vjeç. Ndërkohë që në krahasim me burrat ose me meshkujt, kjo statistikë është 5 herë më e lartë, do me thënë 5 herë më pak martohen meshkujt në këtë moshë se sa femra në këtë moshë. Është e rëndësishme të theksojmë që edhe martesat e hershme janë pjesë e dhunimit të drejtave të femrave në përgjithësi, pasi ato, në shumicën e rasteve, bëjnë të mundur që një fëmijë të martohet dhe të lindë një fëmijë, duke që mos qenë i përshtatshëm psikologjikisht, fiziologjikisht dhe biologjikisht për të bërë nënë. Gjatë gjithë këtyre ditëve të fushatës kundërdhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje, aktivitetet nga gjitha lloje do të zhvillohen në mbar vendin, duke nisur me aktivitete, me takime, me dhënje mesazhes, me sensibilizim dhe ndërgjegjësim të gjithë shoqërisë tonë, që të gjithë bashkë ne duhet ta parandalojmë së pari fenomenin e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës familje, por njëkohësisht ajo që ka më rëndësi është që të ofrojmë sa më mirë dhe në mënyrë më profesionale mbështetje për ata që janë të prekur nga ky fenomen. Siamo convinti che non possa esserci sviluppo sostenibile e alcuna forma di progresso senza che alle donne venga assicurata la libertà di scegliere, ma soprattutto la libertà dalla violenza e da qualsiasi forma di discriminazione. Tingëllon thuajse paradoksale që kemi ende në shoqërinë tonë fenomene të tilla si dhuna në familje, martesat nën moshë apo raste abuzimi mbi gratë. Kështu që besoj së pari procesi është i brendshëm brenda çdo gruaje të shoqërisë shqiptare, për të qenë ndërgjegjshme që vlen po aq sa një burr meriton të respektohet po aq sa një burr dhe mundet t'ia dalë dhe duhet të ngrer zërin e saj në rast se ndjehet e abuzuar apo e keq përdorur në shoqëri.